Elisa Spiropali, ministra për Europën dhe punët e jashtme, ka reaguar pas vendimit të SBA-s për të pezulluar vizat e emigracionit për Shqipërinë. Në një video mesazh në rrjetet sociale, ministra Spiropali ka sqaruar se lëvizjet dhe udhëtimet e shqiptarëve nuk janë bllokuar dhe se është një ndryshim në politikën e emigracionit të SBA-s. Kam ndjekur me vëmendje gjatë gjithë mbrëmjes së dieshme rrebeshin e spekulimeve politike mbi çështjen e vizave drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Shqipëria sot respektohet e çmohet kudo dhe është më aktive se kurrë, disa udhëhumbur në Tiranë kanë vërmkujen se SBA-t sipas tyre kanë ngrirë e bllokuar vizat për shqiptarët. Fabula e tyre e qartun shkon aq larg sa deklarojnë se partnerët tanë historik dhe strategjik e kanë futur Shqipërinë në listën e zezë. E pa imagjinueshme. Në fakt, të dyja këto janë funde krye trillime politike. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar. Por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Pra nuk bëhet fjalë për një vendim që targeton Shqipërinë, po për një rishqyrtim lidhur me procesimin e vizave për qëllime imigrimi në SBA për 75 vende, përfshirë 5 vende të Ballkanit Perëndimor. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të pezullohet përpunimi i vizave të imigracionit deri në rishikim zyrtar dhe ky vendim vjen si pjesë e masave të administratës amerikane për të kufizuar abuzimet me avantazhet që ofron sistemi amerikan i imigracionit. Pra shkurt dhe thjesht, vendimi nuk ka të bëjë asgjikundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Përtej gjithë kësaj tymnaje, një e vërtet e madhe është e qartë si drita e diellit. Shqipëria ka qenë dhe mbetet aleati dhe partneri strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vend mik me cilin na bashkon një rrugë e gjatë dhe e pandashme vlerash dhe qëllimesh. Zgjerimi i shërbimeve sociale me bazë komunitare përforcon mbështetjen për personat me aftësitë kufizuara, duke garantuar akses, dinjitet dhe përfshirje reale në komunitet. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evi Sala, gjatë vizitës në qendrën e re komunitare në Divjak, theksoi se kjo qasje mundson ofrimin e shërbimeve dhe mbështetje sociale më pranë komunitetit. Është një shembull i bashkëpunimit shumë të mirë. Kjo është domosdoshme për të ardhur shërbimi në komunitet, atje ku është nevoja, atje ku janë njerëzit. Është bazuar krejtësisht në nevojat që ka prioritarizuar vetë bashkia në planet sociale. Synimi që kemi pas për moshat e vogla, për ndërhyrjen e hershme, mendoj që po fillojnë. Tani po kuptohet dhe po vinë për vlerësimin paraprak, ne po i drejtojmë atje ku duhet që të diagnostikojmë. Të kënaqur me qendrën? Kjo është e rëndësishme që shikon ndryshimin. Ndryshon jeta jo vetëm fëmijës, por edhe familjes. Këtë vit, përmes fondit social, 14 shërbime të reja komunitare i shtohen dhe 84 shërbimeve të mëparshme, duke mbuluar kështu 61 bashkit në vend. Qendra në Divjak është ngritur në kuadër të fazës së dytë të programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara, askush të mos mbetet pas, i cili financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UNA Women në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare. Finalizohet nga sektori për hetimin e narkotikëve operacioni i koduar Gjurmimi për kapjen e një shtetasi në kërkim ndërkombëtar. Akuzohet në Itali si pjesëtar i një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike. Kapet në Fier dhe arrestohet me qëllim ekstradimi 23 vjeçari. Specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier, bazuar në informacionet e siguruara nga bashkëpunimi me partnerët italian për vendodhjen e një shtetasi në kërkim ndërkombëtar, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Gjurmimi, si rezultat i të cilit u kap në qytetin e Fierit dhe u arrestua provizorisht me qëllim ekstradimi në Itali shtetasi EF 23 vjeç. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Riminit Itali në vitin 2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafikimi i lëndëve narkotike. Vijon bashkëpunimi ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për të finalizuar procedurën e ekstradimit të këtij shtetasit në Itali.
Ministria e Arsimit dhe Sportit publikoi datat e provimeve të maturës shtetërore 2026 për nxënësit që ndjekin arsimin e përgjithshëm dhe atë profesional. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro në rrjetet sociale njoftoi se për orientimin e maturantëve gjatë procesit të përgatitjes janë publikuar dhe shpërndar po ashtu testet model. Sipas ministres, çdo shkelje e rregullave të provimit parashikon penalizim sipas rregullores. Datat për provimet e maturës shtetërore 2026 janë: gjuhë e huaj më 2 qershor, gjuhë shqipe dhe letërsi më 9 qershor, matematik më 16 qershor dhe provimi me zgjedhje më 23 qershor 2026. Provimet e maturës shtetërore 2026 fillojnë në orën 10 paradite dhe zgjasin 2 orë e 30 minuta. Provimi me zgjedhje ofron një gamë të gjerë lëndësh duke përfshirë kimi, biologji, histori, gjeografi, qytetari, psikologji, filozofi, sociologji, ekonomi, histori arti, histori muzike dhe histori baleti. Testet e provimeve të maturës shtetërore 2026 hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore. Ndërkohë që për orientimin dhe përgatitjen e maturantëve, testet model për provimet e ardhshme janë shpërndarë në të gjitha shkollat, duke i orientuar nxënësit për formatin dhe kërkesat e provimeve në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për provimet e maturës. Paralajmërimet e Donald Trumpi se SBA-ja mund të pushtojë Grenlandën kanë vënë në alarm vendet europiane, veçanërisht pas sulmit të saj ndaj Venezuelës, që tregoi se kreu i shtetit amerikan mund të kalojë vërtet në veprim. Ministri danez i mbrojtjes, Troels Lund Poulsen, njoftoi një rritje të pranisë ushtarake dhe aktivitetit stërvitor të Danimarkës në ishull. Kryeministri suedez, Ulf Kristersson, shkroi në X se disa oficer nga forcat armatosura suedeze po mbërrin sot në Grönland, si pjesë e një grupi nga disa vende aleate. Ndërkohë, raportohet se dhe Gjermania po përgatitet të dërgojë trupa në ishull si pjesë e një ekipi zbulimi, me synimin për të penguar agresor të mundshëm të jashtëm dhe për të mbrojtur territorin e aleancës, sipas medias gjermane Bild. Takimi për krizën midis SBA-s, Danimarkës dhe Grenlandës, një ditë më parë nuk solli ndonjë zgjidhje lidhur me konfliktin për ishullin arktik. Ministri i jashtëm danez, Lars Løkke Rasmussen, tha pas takimit me sekretarin e shtetit të SBA-s, Marco Rubio, dhe zëvendës presidentin e SBA-s, JD Vance, se midis palëve vazhdon të ketë një dallim themelor në qëndrime. Në bisedime mori pjesë gjithashtu dhe ministra e jashtme e Grenlandës, Vivian Motzfeldt. Presidenti i SBA-s, Donald Trump, e kishte bërë të qartë para takimit një orësh, i cili u zhvillua në një ndërtesë qeveritare amerikane, pranë shtëpisë së bardhë, se nuk do të lëvizte as 1 centimetër nga pretendimi i tij territorial. Çdo gjë tjetër përveç Grenlandës në duart e Shteteve të Bashkuara është e papranueshme, shkroi Trump në platformën e tij online, Truth Social. Trump po përpiqet të justifikojë marrjen e kontrollit të ishullit për shkak të pozicionit të tij gjeografik, burimeve minerare dhe rritjes së aktivitetit ushtarak rus dhe kinez në rajon, dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës. Megjithatë, këto pretendime janë vënë në dyshim nga ministri suedez i mbrojtjes, Pal Johnson, i cili tha të mërkurën se Trump po egzageron praninë e tyre në rajon. Diplomatët, të cilët kanë akses në informacione të inteligjencës së NATO-s, hodhën gjithashtu poshtë pretendimet se kishte anije ruse dhe kineze që vepronin pranë ishullit.